Ish-kryeministri Sali Berisha rikthehet sërish në gjykatën kushtetuese. Shkak kësaj radhe është bërë masa detyrimit me paraqitje, e cila e dërgon 2 herë në muaj në SPAK. Berisha thotë se kjo masë e shpallur në datën 3 janar 2025 nga apeli i posaçëm është antikushtetues. Kërkesa është dorëzuar në datën 20 nëntor dhe si relatore është caktuar gjyqtarja kushtetuese Fiona Papajorgji. Edhe masa e mëparshme Ares Shtëpiak, e cila ka rënë dhe nuk zbatohet më nga Berisha, gjendet në kushtetuese, me pretendimet e ish funksionarit se edhe ajo është jo kushtetuese. Për këtë çështje, gjykata ka caktuar datën 17 dhjetor, si ditën kur do të hapet seanca e parë. Këto lëvizje të ish-kryeministrit Sali Berisha aktualisht nën gjykim për akuzën e korrupsionit për dosjen Partizani, para thonë se ish funksionari po bëhet gati për në gjykatën e Strasburgut. Në kushtetuese ka përfunduar edhe dhëndëritia Marber Maltezi, për të cilin është afishuar data e parë e seancës plenare. Në 15 janar 2026, gjyqtarët kushtetues do të shqyrtojnë qëndrimin e tij, që thotë se edhe ndaj tij, gjykatat shpallën Ares Shtëpiak në mënyrë jo kushtetuese.